Kryetari Sali Berisha ka deklaruar se ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta është ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike gjatë qëndrimit në paraburgim. Në një konferencë për mediat, ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka dhënë urdhër për trajtim të njerëzor ndaj Metës, duke e konsideruar këtë si një veprim të motivuar politikisht. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet njerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitortur të Këshillit të Europës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik. Berisha u shpreh se përjashtuar rastet kur hetimet prekin sigurinë kombëtare, të gjitha seancat gjyqësore duhet të jenë të hapura për publikun në funksion të transparencës dhe kontrollit demokratik. Dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë, përjashtua ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit, duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Kur një seancë bëhet të mbyllur, bëhet për qëllimet të sekretit shtetëror dhe asgjë tjetër nuk mund të mahet trehur nga mediat dhe publiku. Në të njëjtën dalje publike, Berisha konfirmoi kandidimin e tij në zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike të parashikuara me 23 maj, duke theksuar se ai është i vetmi që mund të bëjë ballë qeverisë aktuale, e cila e akuzon për organizimin e farsave elektorale. Në këtë parti po votohet dhe po zgjidhen kryetarët e degëve me vullnetin e lirë të antarëve të Partisë Demokratike. Në një kohë kur partia e krimit që në vitin 2009 nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një votë të vetë. Ata që duhet zgjedhje duhet përmbysin diktatorin. Ata të cilët besojnë se mund të ketë zgjedhje në diktaturë, ata mashtrojnë vetën e tyre dhe bëjnë lojën e diktatorit. Ai komentoi gjithashtu edhe debatet e fundit politike brenda mazhorancës, përfshirë përplasjet mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetes Elisa Spiropali gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke cilësuar ato si tregues të tensioneve të brendshme në qeveri. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për të mbajtur në këmbë. Në mbyllje, Berisha theksoi se vetëm protestat paqësorë të vazhdueshme mund të sillin ndryshimin e pushtetit aktual. Ai e konsideroi protestën e paralajmëruar me 8 maj si një hap të ri në përpjekjet e opozitës për rrëzimin e mazhorancës në pushtet.